Sistemi i kanalizimeve në qytetin bregdetar të Vlorës vazhdon të jetë tepër i ndotur nga dherat, kryesisht, por edhe gurët dhe mbeturinat. Situata në kanalet kulluese në qytet, por edhe ato të ujrave të larta, vijojnë që të jenë me vërshime, prurje të konsiderueshme ujë, i cili është i ndotur gjithashtu nga balta dhe dherat. Kjo për shkak të rreshjeve me intensitet të lartë, të cilat kanë prekur Vlorën ditët e fundit, duke bërë që kanalet kulluese, por edhe ato të ujrave të larta, mbledhëse të shiut, të jenë të tejmbushura, duke patur prurje të konsiderueshme. Imazhi i qartë i kësaj situate është këtë të diel lungomare, ku në shëtitoren e Vlorës derdhen në det disa prej kanaleve kulluese të qytetit, si shihet edhe nga pamjet të cilat janë filmuar nga televizioni jon, uji në tokë ka ndryshuar ngjyrë, totalisht në ngjyrë kafe, çka tregon edhe një herë prezencën e lartë të baltës dhe dherave, të cilat transportohen në rrjetin e kanalizimeve në qytet. Këto kanale më pas shkarkohen në det, duke bërë që edhe detet që lagin Vlorën të ndryshojnë totalisht ngjyrë. Për ta kuptuar nga vjen kjo ndotje, të mjafton të bësh një vëzhgim sot në kanalin e Siavit, i cili është një prej kanaleve më të mëdhenj kulluese në Vlorë, që më pas derdhet në det. Kanali Siavit këtë të diel edhe ai në ngjyrë të kaftë, si pasojë e ujrave të shiut të grumbulluar aty, që transportohen së bashku me dherat, baltën në drejtim të detit Adriatik. Jo vetëm dhera dhe balta, por në drejtim të bregdetit të Vlorës, nga kanalet kulluese, transportohen dhe mjaft mbeturina, duke ndotur më pas ekosistemin ujor. Gjithashtu, me anën e rrjetit të kanalizimeve, transportohen dhe deg peme, apo pjesë nga trungjet e thyera, por edhe shumë mbetje inerte, veçanërisht gur, duke shtuar më tepër ndotjen në bregdet. Situatë e tillë është gjithashtu edhe në plazhin e vjetër, por edhe në Zëvërnec, pasi edhe aty ka shumë kanale kulluese dhe ato të ujrave të larta, të cilat derdhen në det së bashku me dherat apo pa pastërtit.